Budete równie dok, sot međi fošnjat me boti je nje so. Sijata ti gješe ljuva, kjo është vetëm nisja juva, por do rritesh do kuptosh se fatet s'janë njësoj. Bekimin merr nga mua o shpirti, pa të razuar një fjalë të thënë ma dëgjoj. Zinxhirat të përarruar të kanë për të ofruar, por prap do jetë sklavëri. Bekimin merr nga mua o shpirti, pa të razuar një fjalë të thënë ma dëgjoj. Në skllav jo nuk të dua nga vetja i mohuar, jo, jo. Vitore Leka, Stefa, kush është? Vitoria, ashtu si sa po the, jam shqiptare në ratë parë, nga Berati, artuar në Durrës, me që duhet të flitet t'i përgjigjem pyetjes, por mbi të gjitha jam Vitoria. Prindrit, vendlindja, si janë në kujtesën tënde? Unë jetoj në emigracion, dhe nëse do më pyesësh për vendlindjen, thonë që kur fillon preqëria, ronë me kujtimet e fëminisë. Unë në çdo hap të jetës time, në çdo hap që bëj atje ku jam, unë jetoj me ato kujtimet e vendlindjes dhe më drithërohet shpirti që rrugën e fundit kam frikë se do ta bëj atje, sepse s'po gjendet akoma emëruesi i përbashkët këtu, që të kthehemi të gjithë ashtu si na i do shpirti në këtë vend ku na ra koka. Unë flas më shumë për moshën time, po dhe të rinë që po edukohen andej. Unë shoh shumë nga ata që kanë mbaruar shkollat e larta, studimet e tjera, që mendjen e kanë të kthehen edhe të japin atë dheu tyre. Jeta juaj e ndarë në dy epoka, para dhe pas 90-s. Diçka prej historisë suaj në para 90-ën. Unë jam progresiste në mendime, në ide, kështu që unë s'dua të kthehet koka prapa. Se nëse unë do të flisja për pyetjen, të përgjigjsha pyetjes tuaj, ka gjëra shumë të idhura. Unë kam baban të pushkatuar, jam një njeri që s'kam pasur as fëmini, as rini, as gjë, çdo gjë është. Mirë, po pse duhet flasim për këto? Po duhet flasim sepse është jeta jonë, dhe ne në ngjarje të saj duhet ta përmendim. Unë do flisja më shumë për të ardhmen, nuk do t'jepja këtë mesazh rinis që të dëgjonte dhimbjet e dikujt, sepse nuk është mirë. Ne duhet të jemi njerëz që duhet shikojmë vetëm përpara dhe vetëm ashtu do ta bëjmë Shqipërinë. Po gjithsesi, në pas 90-ën të paktën të shikojmë diçka, të përjetojmë diçka prej jetës së Vitore Stefës. Unë do kisha dëshirën për këtë temë të flisje vetë, po të ishte momenti, unë vetë nuk flas asnjëherë, nuk jap mesazh asnjëherë nga ajo e kaluar e idhur që kur thohet fjala s'ka fëmini, s'ka rini, janë të mbledhura të gjitha bashkë aty. Kurse pas 90-s, atëherë them se linda në një sens. E para punës mu realizua një ëndër që ishte brenda me ndrydhur bashkë me atjet që sa po zura me goja aq sa thash, poezia.
shkrimet, proza, gjëra që kanë qenë të lindura bashkë me mua dhe për mua. Poezia është mbreti i shpirtit. Ajo derdhet kudo që ecja, kudo që shkoja, mua më krijoshin vargjet vetë, mbanja me vete një blok dhe shkruaja. Dhe fati madh deshi që aty të takoj Giuliana Erganxhiun, perlën e vargjeve e poezisë, që kam respektin më të madh dhe që mund të thosha me plot gojë është ajo që dhe më nxiti për librin e parë. Në librat e tjera ajo është edhe redaktore e librave të mi, kam fatin që e kam aty, që çdo gjë ndaj dhe flasim, domethënë siç flasin gjithë poetët, ashtu si dhe me ty që je një nga poetët më të kërkuar, më të lexuar aty në diasporë. Gjithsesi, unë do të doja, ashtu siç na vin ca gjëmime prej qiellit në këtë bisedën tonë, do doja që në këtë mikrofon të vinë edhe ca ngjarje të jetës tënde. Bie fjalë le të qëndrojmë pikërisht në ato thyrje të kësaj jete, në ato thyrje të kësaj kohe. Pikërisht në 90, 92, 93, si ka përjetuar vetë Vitoria këto vite, bashkë me familjen e saj, me fëmijët. Ja sa po e the. Të thash, të fola për atë që më dhimbë të shpirti, për mbretin e shpirtit, po. Nuk ishe ka që letë në 90-ën, që jemi nga të parët që e qam murin e Berlinit shqiptar, është ngjarje historike ajo që ndodhi, sepse në asnjë vend të botës që në kohën e Magellanit nuk kemi dëgjuar të kalohet deti me fuqi. Në atë kohë dim që nga Vlora u nisën fuqitë dhe Anglia deshte t'i blinte ato fuqitë, i fusten për muzeumet e andeshëm dhe s'dim fillin ku janë ata djem. Dhe s'kam parë këtu në televizorin tuaj apo dhe në radio të dëgjoj të vinë një nga ata djem të flasi. Po gjithmonë shikoj që historinë tonë, që është kaq e dhimbse, tragjike, është ulurim me tëra, ajo ikja me skafe, ikja me traget, ikja në forma të ndryshme, ik, ku do ikim. Unë do dëshiroja që gjithmonë dhe herë pas here të na dëgjoj një veshët, se ne andej shqyr. Jemi të lidhur me Digitalbin, me juve, ju ndjekim dhe vetë kuptoj interneti brava i që është piku, se na lidhi me ato të folurat, me mesazhere, me tjera është tjetër njëra anë. Por ajo tjetra që ne jetojmë me ju. Çdo hapi jonë është i lidhur me ju dhe ju sjetoni me ne. Mua vjen keq që e them këtë. Unë shoh në një refugjat her pas here që thrisni, po ata që thrisni juve janë njerëz që i kemi parë dhe përpara për televizore. Gjeni njerëzit të rinj. Gjeni nga praktikisht në lidhje me pyetjen që më bëhet, unë ju jap dhe përgjigjen. Unë në dorë kam një libër, e keni dhe ju përpara. Të cilin sapo e keni marrë në dorë për shtypshronjës së Po e mora nga shtypi. Në sytë e nënave. Kjo është një tragjedi e 90-s, ku këtu kemi mbledhur, janë 20 autore nga vende të ndryshme të botës, të njohura virtualisht tek një listë e utat shqiptare në botë, një forum që ka 10 vjet që funksionon, ku ne virtualisht në darkë mbledhim, shkëmbejmë mendime, aty ka poete, aty ka shkrimtare, njës të thjesht nga populli gra, që na i mbyt atë, na i ka, si të është vetmin e migracionit, na i ka zbeur, jemi qiksi më të ngrota kur takohemi aty, dhe është libri dytë që del. Libri parë, i mrekullueshëm, është një shoqja jonë e mrekullueshme, ideatore, që është në Amerikë, një aktiviste shkëlqyer, Merita Bajraktari, Mardena Kelmendi, që është vajza ime, por unë këtu nuk do flisja si vajza ime. Ajo është një poete mrekullueshme, një aktiviste mrekullueshme, ashtu si dhe Merita, edhe shoqet tjera që bën librin e parë. U pa që të dilte një libri dytë dhe ideja ishte pikrisht kjo, si jeni ballafaquar ju ditët e para të 90-s në shtetet Kuvajtët. Mbaj mend atë ditë kisha bler peshk nga 20 lekshi, por s'kisha vaj guri për funelën.